Hajde ulla aty. Hajde aty ullu. Hajde aty ullu. Por lum, se ta plasë në një gotë fyrë, Ulla aty mos fol gjana pa lidhje. Ulla aty mos fol gjana pa lidhje. Madhe gojë, madhe gojë, ne mora të shkasim në pizë banë, mora të shkasim në pizë banë, po jashtë do të gjinjë. Apo I thot Arjani unë. Qa ka ky? Artani. Apo I thot Artani një gënjeshtër Brikenës që ti shitesh letë në loj? Jo. A është mënyrë e bukur e të thënit kjo? Jo. Nuk është mënyrë e bukur, është mënyrë e shpifur. Fakti që ai po I thot atë pjesë, në mënyrë ndoshta jo të duhur, e bën këtë që Mateon të nxjerret dhe ti thot ta fuz god kokës, lum. Shiko. Ndoshta neve mund të kemi inat Artanin, jo neve, dikush, disa. Edhe thon, bravo Mateos, pse I tha Artani ta fuz god kokës. Kur I ka thënë Kristi për shembull Rogertit fik cigare mball. Kur I ka thënë Rogertit fus në shishe të bëj lëng, kemi reaguar. Kur I ka thënë, kur ka prekur ky Rogerti Brikenën familje, kemi reaguar, edhe tani mos u bëni pak hipokrit dhe mos u bëni jo koherent me veten tuaj. Tani unë e di shumë bukur që Mateun e pëlqejm, okay, e pëlqeni, e kupton se shumë mirë që e pëlqeni, nuk jam kundra për këtë pjesë, por ajo që them unë, kur e ka gabim, e ka gabim. Këtë lloj mënyra ta plas god kokës, lum, mut, është gjëja më e shpifur. Unë ka vërë re, për shembull, Mateo nuk është se është më larg dhe më veçantë nga të tjerët. Patjetër do thoni juve Andrea po ja kthen në të njëjtin monedh. Po, shumë bukur, nuk po them asgjë më tepër. Por është një llaf I urtë popullor që thotë nëse dikush është mut, ti mos u bëj kak. E kupton? Nëse është mut, ti mos u bëj kak. Pra, nëse ai flet ashtu, ti mos fol ashtu, gjeni një lloj mënyre tjetër. Se nuk është zgjidhja e duhur të kthesh në debat për shembull me ofendime. E bëjmë dhe vetë njëtën e përditshme, pa diskutim, por ajo që mua dua të veçantoj për shembull, është në të gjitha aty, në të gjithë, është Brikena që nuk e dëgjova një herë, kur debaton, ti thoj ordiner, ollum, pislek, fllëqësir, posaçi, kolere, ordiner, idiot, budalla, psikopat, I smur psiqik, do më thënë fjalorin që përdor Mateo, këto janë llafet që përdor Mateo dhe të gjitha ta mirat. Të gjithë për njëri tjetrin, me njëri tjetrin. Këto llafe këtë lloj fjalori kaq horror, le themi. Por Brikena është ajo që nuk e ka bërë një herë të kthehet, të diskutojë dhe të debatojë në një debat me ofendime. Pra janë dy këndvështrime. Tani Artani ja tha atë në mënyrë më të keqe. Okej. Ama edhe Mateo nuk duhet I kthesh ashtu, ta plas god kokës. Janë shumë faktorë që e bën këtë lloj bisede kaq të shpifur, siç e thash, mund të më pëlqej Mateo sa të duash, por nuk është se kjo gjë mua më ndalon të hap këtë mendim që them po, vlla, është gabim. Se është bërë shumë bajat aty. Në momenti e kuptoni ta plas godën kokës, çfarë është shumë e shpifur, sepse nëse do ta thoshin 2 vjet para, 3 vjet para, Bana e kishte hequr vlla, se hoqën për një fjalë gore që tha Ermiona, gjithmonë vazhdoi ta përmend, e hoqën e nxorën jashtë nga Big Brotheri. Pra janë shumë fjalë aty që lejojnë, nuk kanë faj banorët. Se banorët e shikojnë që po lejojnë këtë ky lloj fjalori kaq I pist rrugësh. E kupton, fjalor rrugësh, kazana plerash, edhe thon, "Ok, po vazhdojmë ta përdorim se fundja fare ky është I pranueshëm nga produksioni dhe vazhdojnë edhe ta bëjnë." Nuk kam Big Brother të pastër. Dhe deri më sot, le të themi që në një farë mënyre është të veçantë flasim për fjalor, ke Brikenën, ke Stenaldon, ke Malin, këta të tre. Fusim edhe Shëndritin, po jo, Shëndrit dua ta heq se ka gabuar, fusim këta të tre. Që në një farë mënyre, po në këta të tre doja të veçoja vetëm Brikenën, që nuk e ka ndytur një herë gojë që të thoj fjalë ordinere nga goja. Ku duhet folur, duhet folur.